500 biznese në vit shtohen. Disa paksohen, sa ngelin, por gjithsesi janë shumë me rritje, jo me ulje. Pra ka biznese në vështirësi, po sigurisht që mund të ketë, se për shkak të menaxhimit vet, të problematikës, të zgjedhjes së mënyrës se si bëjnë biznes, përkushtimit që kanë biznes, ka plot raste ku nuk shkojnë, po jo se ne i kemi mbyt me një taksë. Biznesi i vogël s'ka taksa. Ne nuk kemi absolutisht as edhe një përplasje me biznesin. As edhe një. Zero. Nuk ka ndodhur që ne të përplasemi apo të kemi një reagim të biznesit për shkak të politikës tonë të gabuar apo mënyrës së sjelljes tonë të gabuar. Në aspektin e sjelljes së përgjithshme, mënyrës së komunikimit, bashkëpunimit, për mua është në nivele jashtëzakonisht mira, që të unë i pari e deri të punoj si më i thjesht i taksave, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me bizneset për gjithçka të duan, duke i dhënë akses edhe online, duke i dhënë akses edhe drejt për drejt, duke u vënë në dispozicion për gjithçka.